Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës për Partinë Demokratike Bujar Leskaj zhvilloi një takim me banorët e Selenicës, ku prezantoi kandidatin për deputet në këtë zonë Atir Doxha, duke paraqitur pika nga programi i Partisë Demokratike. Leskaj u shpreh se Selenica dhe të gjitha rrethinat e saj si një zonë simboli të gjithë qarkut të Vlorës me pasuri të mëdha mbi dhe nën tokësore, sot është e gjendur para varfërisë dhe shpopullimit, si pasojë e keqeverisjes së sektit Rama këto 12 vite. Krahas prezantimit të pikave të programit të Partisë Demokratike, si dhe përsaktimit të minimumit jetik prej 200 eurosh, pensioni minimal 200 euro, rroga minimale 500 euro dhe rroga mesatare prej 1200 eurosh, Leskaj u zotua se për Selenicën, banorët dhe rrethinat e saj 4 janë pikat kryesore, të cilat do të implementohen sapo Partia Demokratike të vijë në pushtet. Ne do ta plotësojmë statusin e minatorit. Është një vendim i Këshillit të Ministrave që flet për përfitimin financiar të punonjësve që punojnë në minier duke e marrë pensionin 10 vite përpara. Po është vendim për përfitim financiar, nuk është për statusin e minatorit. Dhe ka kaq vite që minatorët në Shqipëri, për fatin ton të keq këtu, nuk janë shumë të konsoliduar, ama punën prindrit tan e kanë në kuriz, e kanë në mendje, e kanë në mushkrit e tyre, e kanë në sytë e tyre, e kanë në shëndetin e tyre. Po bet luft me qeverinë, se qeveria thot e ka miratuar, në një kohë kur nuk e ka miratuar dhe e kërkojnë të gjithë. Dhe pikërisht Partia Demokratike që përpara një viti ka depozituar ligjin për statusin e minatorit, jo thjesht për atë përfitimin financiar, do punoj, do luftoj, do ta implementoj, do ta realizoj këtë. Kandidati për deputet për këtë zonë, Atir Doxha, e ka nisur fjalën e tij duke falendëruar çdo demokrat dhe kontributor të Partisë Demokratike Selenis për qëndresën dhe angazhimin e pandar për gjatë këtyre viteve, veçanërisht vlerësoi angazhimin e tyre për gjatë viteve të fundit, mbështetjes që demokratët i dhanë procesit të rithemelimit të Partisë Demokratike. Kemi një premtim të cilin ne themi që të gjithë ata që vendosin të rikthehen për të bërë një biznes të vogël, qoftë edhe një punishte të vogël, do jenë 5 vjet pa taksim. Dhe kjo unë mendoj që është një incentiv. Ndofta me ardhjen në pushtet krijon edhe mundësi të tjera për të pasur incentiva të tjera që ne të ftojmë edhe ata bashkëkombëtarët tanë që janë larguar, tjetër edhe për bujqësinë, si një zona jon këtu që është një zonë e dedikuar bujqësisë dhe blegtorisë, në cilin ne do të subvencionojmë fort fermerin. Do të ulim çmimin e naftës patjetër që do të rrisim pensionet mbi ato që janë mbi 200 euro, do të rriten me 20% progresivisht. Patjetër që ne, të nderuar miq, do të ulim çmimin e energjisë, sepse çmimi i energjisë është shumë i lartë sot për familjarët, konsumatorët familjar. Një banor i zonës shprehet se ka qenë votues i rregullt i Partisë Socialiste, por tani është kthyer me Partinë Demokratike si kundër kanë nxjerrë në pa problematikat që ka zona ku shpopullimi është plaga më e dukshme e të gjithë zonës. Jam kthyer dhe jam bërë pjesë e Partisë Demokratike. Po vina i fshat që në 83-84 kur janë vënë matrikullimet në për shtëpi numrat, i gjithë Gorrishti ka qenë 750 familje, ti mbledhësh sot gjithë të rinj, gjithë popullin e Gorrishtit, të paktën është një qytet në vete. Dhe pjesa dërmuese janë votues në Gorrisht. Dhe ai fshat, një fshat me industri të artë, me naftën, është populluar totalisht. Juve që në rast se fitojnë dhe do fitojnë, besoj se ky popull u dogëndis nuk mban më, do bëni ndonjë gjë për fshatrat, jo vetëm për fshatin e Gorrishtit. E pëlqej atë djalë sepse e kam parë dhe në Këshillin Bashkiak të Vlorës. Kam një bindje që mund do punoj. Se e kam parë ka qenë i vetmi, ja ka ndjekur te 6+1 Vlora, i vetmi që ka kundërshtuar në Këshillin Bashkiak dhe i ka demaskuar të gjitha korrupsionet. Edhe një banor tjetër shpreh se ka qenë votues i rregullt i Partisë Socialiste, por zhgënjimi nga keqeverisja e këtyre viteve ka bërë që të votë Partinë Demokratike. Ai gjithashtu shpreh se punonjësit e minierës kanë 7 muaj pa marrë rrogat. Nuk ka bërë kështu, po të kenë domethënë simpatizanti PS-s apo PD-s. Sot e fundit kam kaluar PD dhe qërkone asaj kam qenë kryetari i komisionit të PD-s. Vjen deputeti dhe nuk pyet hallet e popullit. Çfarë ka populli? Ai është deputet. Prandaj zgjidhet deputeti. Prandaj u them dhe juve që ta keni kujdes, sepse ne kemi njerëz në minier, ata 5 veta që punojnë, djali im, djali atje. Po kanë 7 muaj pa marrë bukë, pa marrë rrogë. Po ku han këta? Ka pyet një raj deputeti, ku han këta? Në këtë prezantim ishin të pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike Selenis Leonard Rakipaj, si dhe nën kryetari i Partisë Demokratike Selenis Gjulio Maraj.